Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Përmes programit Garancia Rinore, Agjencia Rajonale e Punësimit në Gjirokastër po zbaton njësër lehtësisht dhe skemash mbështetëse me qëllim nxitjen e punësimit të të rinjve deri në moshën 30 vjeç. Arsimi profesional po kthehet në një vatër të rëndësishme të inovacionit dhe përgatitjes së inxhinierëve të ardhmes të rinj që ndjekin degën etik në shkollën profesionale në Gjirokastër, vazhdojnë të surprizojnë me realizimin e projekteve. Forcimi i integritetit dhe i kulturës etike në institucionet e arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor është në fokus të projektit Erasmus, që koordinohet nga Universiteti Fanoli në Korçë. Si pjesë e tij, Universiteti i Gjirokastrës zhvilloi një takim informues në përmbyllje të vitit të parë të zbatimit të këtij projekti. Në bashkinë e Gjirokastrës është shënuar një rritje e kërkesave për tokë bujqësore, duke sjellë zgjerim të sipërfaqeve të mbjella me kultura të ndryshme gjatë këtij sezoni. Ju njohim tani më gjerësisht. Festivali Pranverës në RTS ngresonte siparin, 20 artistë pjesëmarrës do të performojnë në natën e parë të festivalit, ndërsa surprizat dhe të ftuarit special premtojnë emocione të veçanta për publikun. Heshtje. Gjithçka është gati për nisjen e festivalit të Pranverës në Radio Televizionin Shqiptar. Ethet e garës kanë përfshirë artistët konkurrues, por edhe stafin organizativ, i cili ka punuar intensivisht për të finalizuar çdo detaj të këtij rikthimi të shumëpritur. 20 këngëtarët pjesëmarrës do të ngjiten në skenë mbrëmjen e sotme në një spektakël ku nuk do të mungojnë surprizat dhe të ftuarit special, që do të sjellin një ndërthurje të nostalgjisë me frymën bashkëkohore të festivalit. Pas provave gjenerale, prezantuesit e këtij edicioni, këngëtarja Bleona Qereti dhe aktori Nik Xhelilaj kanë ndarë emocionet dhe përgjegjësinë që do t'i shoqërojnë në këto net magjike të muzikës. Për mua është një emocion i jashtëzakonshëm sot kur hyra në provën gjenerale, ishte një reminiscencë e viteve shumë më përpara që janë të njëjtët njerëz dhe vazhdon e njëjta dashuri për punën. Domethënë, mua më duket sikur koha ka ndalur, kam thënë gjithmonë dhe në çdo moment. Janë njerëz që unë i kam pasur idhuj. Imagjino brezi i ri, se sa me nostalgji dhe me kuriozitet do të ndjeki, sepse këngët janë shumë të bukura, sigurisht dëgjova që disa këngë janë ribër, ose nuk e di a janë ribër të gjitha këngët e ftuarave, po ka qenë një mrekulli, jam shumë emocionuar dhe shumë e lumtur që jam pjesë e këtij festivali. Jam i privilegjuar, kam dhënë tekst në skenar, kështu që do ta dëgjoni shpesh edhe live. Unë, me thënë drejtë, me nxjellje të mallin e prezantimit të festivalit 50, fakti që është orkestra live, personalisht e çmoj shumë edhe më emocionon ky fakt. Më kishte marrë malli me thënë drejtën të shikoj muzikantët në atë magjinë e tyre. Është përgjegjësi e madhe, veçantë sigurisht sepse festivali vjen mbas kaq vitesh. Unë jam edhe si moderator, por ndërkohë edhe si i ftuar, shijoj edhe si publik këtë gjë, kështu që provat shkuan mirë. Sigurisht çdo provë ka ato gjërat e veta. Mendoj se do ta shijojmë shumë. Në natën e parë do të performojnë të 20 artistët pjesëmarrës. Pas vlerësimit të jurisë profesionale, do të përzgjidhen 12 këngë që do të sigurojnë një vend në finalen e madhe të 7 qershorit. Festivali i Pranverës do të transmetohet drejt për drejt në RTS 1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Ky festival shënon një rikthim të rëndësishëm në traditën e Radio Televizionit Shqiptar me synimin për të rizgjuar emocionin dhe lidhjen e veçantë mes publikut dhe muzikës shqiptare. Emocionet e para të interpretimit janë po aq të forta sa edhe në skenë. Një hap larg skenës do të jenë gazetari Andri Xhahu së bashku me moderatoren Antoneta Koçin. Ata zbulojnë të rejat për këndin e prapaskenave ku do të presin artistët në garë për gjatë 2 netëve të festivalit të Pranverës në RTS 24. Heshtje. Festivali i Pranverës në Radio Televizionin Shqiptar nuk është vetëm një garë mes artistësh, por edhe përjetimi fort emocionesh. Skena i vesh artistët me magjinë e saj, ndërsa përjetimet janë po aq të forta edhe para interpretimit live për publikun. Një hap larg skenës do të jenë gazetarët Andri Xhahu së bashku me Antoneta Koçin. Ata zbulojnë të rejat për këndin e prapaskenave ku do të presin artistët në garë.
Backstage ose paskena e festivalit tashmë është kthyer në një traditë, por për mua është hera e parë që në festivalin e Pranverës do të jem në këtë hapësirë që kemi menduar ta sjellim ndryshe, kemi rikonceptuar, sepse nuk do të jenë vetëm emocionet e artistëve, por duke qenë se një pjesë e mirë janë artistë të rinj, por nga ana tjetër duke shkuar në sinkron me filozofinë e festivalit për që më të freskët edhe më rinor dhe më energjik, kemi menduar që artistët të sjellin jo vetëm emocionet e tyre, por të jenë intervistues të njëri tjetrit, pra secili do të bëjë një pyetje për artistin pasardhës, në mënyrë që të jetë më shumë interaktive, të ketë më shumë bashkëveprim, edhe të marrim më shumë ndjesi nga emocionet e tyre, por të njohim edhe më shumë artistikisht, duke qenë se një pjesë e tyre ngjiten për herë të parë në skenën e festivalit. Ju ftoj të na ndiqni pasi surprizat nuk do të janë vetëm në skenën e festivalit të Pranverës, por edhe në backstage, në datën 6 dhe 7 qershor në RTS 24. Një mundësi drejt suksesit janë dhe artistët e rinj. Për ta debutimin në festivalin e Pranverës është një rrugë e sigurt drejt afirmimit në arenën e muzikës shqiptare. Përmes programit Garancia Rinore, Agjencia Rajonale e Punësimit në Gjirokastër po zbaton një sër lehtësirash dhe skemash mbështetëse me qëllim nxitjen e punësimit të rinjve deri në moshën 30 vjeç. Nëpërmjet programit Garancia Rinore, Agjencia Rajonale e Punësimit në Gjirokastër po ofron më shumë mundësi për të rinjtë deri në moshën 30 vjeç. Një nga lehtësitë kryesore është përfitimi menjëhershëm i statusit të papunit, ndërsa më parë nevojiteshin 2 muaj pritje. Sipas të dhënave, interes ka edhe për programin e vetpunësimit, për të cilin deri tani janë regjistruar 10 aplikime, ndërsa pritet që numri i tyre të rritet në vijim. Të rinjtë janë në fokusin tonë. Kjo sepse jemi duke i dhënë një rëndësi shumë të madhe gjithë të rinjve në qytetin e Gjirokastrës edhe në rajonin e Gjirokastrës. Ata kanë aksese shumë herë më të lehtësuara në zyrat e punës se çdo individ tjetër mbi 30 vjeç. Aksesi i parë kryesor është që statusin e punguesit pa punë marrin në mënyrë imediate. Ata janë pjesë e garancisë rinore dhe patjetër përfitojnë çdo lloj mundësie që zyrat e punës ofrojnë, si praktikat profesionale, punësim, formim në punë, apo programi i çelur së fundmi, vetpunësimi. Një program nga i cili shumë të rinj përfitojnë të hapin një biznes të tyre dhe të jenë pavarur dhe të jenë sa më të përshtatshëm në tregun e punës. Ky program tashmë ka gati 10 aplikant, presim të ketë aplikime të tjera dhe shpresojmë që në qytetin e Gjirokastrës të ketë biznese të reja sa më shumë. Ndërkohë është rritur edhe mbështetja financiare për të rinjtë e regjistruar pranë zyrave të punës. Nëse më parë subjektet përfituese subvencionoheshin për 4 paga, tashmë mbështetja është zgjeruar në 6 paga, me synim për të nxitur më tej punësimin e të rinjve. Avantazhi kryesor është që marrin statusin e punëkërkuesit pa punë brenda ditës. Dhe duke patur këtë status, kanë mundësi të përfitojnë nga programet e punësimit. Ndryshe nga pjesa tjetër e individëve, ata nuk përfitojnë për momentin 4 paga të subvencionuara nga zyrat e punës, por 6 paga të subvencionuara nga zyrat e punës, si dhe sigurimet për 12 muaj, pra për një vit. Programet e nxitjes së punësimit po shihen si një mundësi konkrete për integrimin e të rinjve në tregun e punës, ndërsa institucionet përgjegjëse ju bëjnë thirrje të rinjve të përfitojnë nga skemat mbështetëse që ofrohen. Arsimi profesional po kthehet në një vatër të rëndësishme të inovacionit dhe përgatitjes së inxhinierëve të së ardhmes. Të rinj që ndjekin degën etik në shkollën profesionale në Gjirokastër vazhdojnë të surprizojnë me realizimin e projekteve. Pas krijimit të kaskës inteligjente, ata kanë arritur të projektojnë një makinë robotike të avancuar të programuar posaçërisht për të operuar në terrene të vështira. Një hap i rëndësishëm drejt inovacionit dhe inteligjencës artificiale është hedhur në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër, ku një grup nxënësish kanë përfunduar me sukses projektimin dhe programimin e një makine robotike të avancuar. Pasi realizuan montimin mekanik, të rinjtë të asistuan dhe programuan të gjithë sistemin përmes gjuhës kompjuterike Python, duke i dhënë mjetit autonomi të plot lëvizje dhe aftësi për të reaguar ndaj mjedisit rrethues. Ky është një projekt që ne kemi realizuar me ndihmën e klasës së 11-tik. Është një projekt që quhet makina inteligjente robotike që mund ta drejtosh me telefon. Është e pajisur me të tëra sensorët e mundur, me sensor ultrasonik, me sensor që dhe drejtohet edhe me pult.
është e fuqizuar nga mikrokontrolleri ESP32, edhe ecën nga të tëra në ecën drejt, mbrapa dhe matas dhe djathtas. Këtë makinë mund ta përdorim dhe në botën e natyrshme që ne mund të kemi frikë ta eksplorojmë me këmbë, ne mund të dërgojmë këtë makinë inteligjente. Dhe si ashtu mund ta përdorim për arsye shëndetësore, nëse një person me karrocë nuk mund të lëvizi me anë të ndihmës të krahut, e lëvizi me mjete. Projekti udhëhoq nga mësuesit e Departamentit të IT-s, Shoqëri e Rindi dhe Enea Xhemali, të cilët ndoqën hap pas hapi e curin teknike të nxënësve. Ne si drejtim TIK, si departament, si pedagog dhe në bashkëpunim edhe me nxënësit, jemi duke zhvilluar disa projekte. Një ndër projektet ishte edhe makina inteligjente, gjë që ishte ide e Klaudios dhe të nxënësve që bashkëpunuan. Ideja e këtij projekti që ne jemi në proces zhvillimi ishte që ne të krijojmë një makinë e cila i vjen në ndihmë komunitetit, njerëzve, për të bërë eksplorime të ndryshme të natyrës, gjë që është shumë e vështirë për të vajtur njeriu, por në të njëjtën kohë dhe mundet motorët edhe programimin që mund të bëjmë, mund ta vendosim për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Për shembull, nëse ke një invalid, ai nuk lëviz dot dhe nuk ka fuqi, nëse ne i vendosim motorët dhe bateritë, ti mund ta lëvizësh nëpërmjet telefonit dhe aplikacionit që çunat janë duke punuar. Jemi në këtë fazë, makina është e pajisur me shumë sensor dhe ne jemi duke testuar, është e pajisur me kamera dhe me sensor të lëndëve të rrezikshme, që mund ta përdorim dhe në industri. Kjo është qëllimi i projektit, jemi në fazën e zhvillimit, siç po e shikoni. Tani jemi duke programuar vetëm lëvizjet, sepse kjo makinë do bëj disa lloj lëvizjesh, para mbrapa dhe ndryshe edhe majtas djathtas. Gjë që është risi. Ky mini projekt nuk do të mbetet thjesht në kuadrin e një makete laboratorike, ai do të shërbejë si piknisje dhe bazë konceptuale për një qëllim akoma më madhor, projektimin dhe ndërtimin në të ardhmen të një makine të përmasave reale të programuar posaçërisht për të operuar në terrene të vështira dhe të syera. Forcimi i integritetit, kulturës, etike është në institucionet e arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor në fokus të projektit Erasmus+, që koordinohet nga Universiteti Fanoli në Korçë. Si pjesë e tij, Universiteti Gjirokastrës zhvilloi një takim informues në përmbyllje të vitit të parë të zbatimit të projektit. Projekti krijon gjithashtu mundësi për zhvillim profesional të stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të praktikave europiane dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, duke kontribuar në rritjen e ndërkombëtarizimit të universitetit. Në Universitetin e Qrem Çabej u zhvillua takimi informues mbi projektin Erasmus+ Sincere me stafin mësimdhënës dhe administrativ të universitetit. Projekti koordinuar nga Universiteti Fanoli Korçë po përmbyll vitin e parë të zbatimit dhe synon forcimin e integritetit në institucionet e arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Forcoj transparencën, të adresoj problematikat të cilat kanë të bëjnë me sfidat përballë të cilave sot gjenden institucionet e arsimit lartë, ndër këto përmendim plagjaturën, përdorimin jo etik të inteligjencës artificiale, mungesën e një kornize e cila ka të bëjë me integritetin akademik, mungesën e mekanizmave konkret dhe real për monitorimin e proceseve që i përkasin integritetit akademik, por gjithashtu dhe mungesën e strukturave institucioneve të cilat përgjigjen drejt për drejt me trajtimin apo raportimin e çështjeve etike. Ky projekt mbartë rëndësi të madhe se ofron politika, mekanizma, një kulturë institucionale dhe bën të dukshëm institucionin dhe profilin ndërkombëtar të tij. Universiteti e Qrem Çabej ka qenë përgjegjës për paketën 2 të punës, e cila kishte si qëllim krijimin dhe institucionalizimin e strukturave që kanë të bëjnë me integritetin akademik në institucionet e arsimit lartë Kosovës dhe Shqipërisë, me qëllim ngritjen e një strukture apo qendre që të merret drejt për drejt me etikën dhe standardizimin e mekanizmave institucional për sa i përket integritetit akademik. Ka qenë një bashkëpunim që u finalizua me ndërtimin e një kornize të integritetit akademik që i parapriu veprimeve të mëtejshme të paketave të punës në konkretizimin e tyre.
Universiteti i Qerim Çabej e ka bërë të dukshme përfshirje në këtë projekt dhe gjithë veprimtarinë që ka krijuar deri tani në këtë moment që përbën vitin e parë të punës së projektit. Së fundi do të thosha, ky projekt mbart një rëndësi të madhe sepse integriteti akademik është një përgjegjësi e gjithë për arsye sepse integritet do të thotë cilësi e arsimit lart, do të thotë reputacion dhe një prestigj i ngritur akademik ose institucioneve akademike dhe për haprim me standardet evropiane. Për Universitetin e Gjirokastrës, pjesëmarrja në projektin SINSIR përfaqëson një mundësi të rëndësishme për zhvillimin institucional dhe harmonizimin me standardet evropiane të arsimit të lartë. Në Bashkinë e Gjirokastrës gjatë këtij viti është shënuar një rritje e interesit nga ana e fermerëve për marrjen e tokave me qira, duke sjellë zgjerim të sipërfaqeve të mbjella me kultura të ndryshme gjatë këtij sezoni ku kryeson ajo e Mistrit dhe Jonxhës. Interesi i fermerëve për të marrë toka bujqësore me qira në Bashkinë e Gjirokastrës ka ardhur në rritje gjatë këtij viti. Kjo është reflektuar edhe në zgjerimin e sipërfaqeve të mbjella me kultura të ndryshme bujqësore, duke shënuar një tendencë pozitive për sektorin e bujqësisë në zonë. Sipas të dhonave, aktualisht 75 hektar janë mbjellë me perime, 28 hektar me misër dhe 22 hektar me jonxh. Ndryshe nga sezonet e tjera, sezoni si vjetëm i mbjelljeve ka qenë mjaft pozitiv pasi numri fermerëve që kanë treguar interes për rritjen e kulturave, kultivimin e sa më shumë kulturave bujqësore ka qenë në rritje. Interesi është të treguar veçanërisht në kulturën e misrit dhe të jonxhës, ku siç dihet këto janë dy, po themi, produkte që janë produktet e tyre përdoren për ushqimin e bregtorisë. Marrja tokave me qira ka qenë e përqendruar kryesisht në zonën e Luxhërisë, ku misri, siç thash dhe më sipër, ka prioritet, por në zonën e Cepos jonxha kultivohet në sipërfaqe të konsiderueshme, pasi dihet që janë kultura që kërkojnë pak, po themi, jonxha kërkon pak punë, po ka shumë investime për sa i përket raditjes, ndërsa misi ka të tjetër, po themi, kultivim, pasi ka kërkesa intensive si për ujnë, për mbarvajtjen në prashitje, për spërkatjet, plerimet e tjera. Në rritjen e sipërfaqeve të kultivuara ka ndikuar edhe përmirësimi i infrastrukturës vaditëse dhe funksionimi i kanaleve të ujitjes, të cilat kanë krijuar kushte më të favorshme për fermerët. Duke qenë se gjendja e rrjetit të kanaleve vaditës në Bashkinë e Gjirokastrës është në gjendje optimale, ata që janë në funksion, interesi nga fermerët është rritur për shtimin e sipërfaqes së kulturave bujqësore, ku edhe si vjetë ka patur interes në rritjen në shtimin e kultivimit të kulturës edhe të fasules. Një pjesë e mirë e fermerëve nga kultivimi i këtyre kulturave siguron dhe të ardhura ekonomike, pasi pjesën ndërmuese në treg e zënë këto praperimet. Përfaqësuesit vendor shprehen se synohet që përmes investimeve në infrastrukturën bujqësore të mbështetet më tej zhvillimi i këtij sektori. Anvisat në Dropull përgatisin gatime tradicionale të zonës dhe mundohen t'ja përcjellin ato edhe brezit të ri. Adhuruesit e traditës dhe kulinarisë vendase kanë filmuar para shumë kohësh në Longo 10 anvis duke gatuar. Adhuruesit e traditës në Dropull shfrytëzojnë të gjitha mundësitë për promovuar kulturën, folklorin, natyrën dhe kulinarinë e zonës. E tillë është edhe nisma e tre e adhuruesve të traditës për të xhiruar me kamera gatimin tradicional të 10 grave në fshatin Longo të Dropullit Cipën. Njëri prej këtyre është zoti Nikola Çoka, nga fshati Vrisera i Dropullit Cipën, i cili na tregon motivet që e nxitën për të xhiruar me kamera anviset e Longos para 13 viteve. Bashkë me dy shokët e mi, dy miq, mund të thuash kështu, ne kishim bërë një plan dhe na gaqia nga Athina. Neve kishim planifikuar që ta bënim pa tjetër në 13-ën. Edhe duke biseduar me gratë e Longos e me dy shokë të mirë që kishim atje. Ne dinim të gratë që do t'i gjironim, do t'i mirim, ishin të përgatitura edhe dinin, do më thënë ishte dhe dëshira e tyre për të bërë këtë punë. Problemi është që edhe për të shfaqur, për të promovuar atës, si do njëshin opinioni në vënd edhe në Greqi, që të njëshin me gatimet e Dropullit. Vangel Duli që ishte kryesor atje, deste ta nxirte. Mirë po, ishte koha shumë e shkurtër edhe gjetëm rastin që këte ta jipin të juve dhe ju pasaj nëzorët në misionin tuaj.
Gatimet tradicionale të Dropullit, anveçit të trashëguar nga nënat dhe gjyshet e tyre, ndajte kujdeset për t'u kaluar stafetën vajzave dhe mbesave të tyre, duke përfshirë dhe ato që ndodhen në emigracion. Të nderuar shikues, ishit në minutat e editarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.